Në ambientet e komunës së Gostivarit u zhvillua me sukses një aksion i gjakdhurimit i organizuar nga Kryqi i Kuq në Gostivar në bashkëpunim me shërbimin e transfuzionit mjekësor në Gostivar. Që në orët e para të mëngjesit, administrata komunale ju përgjigj thirrjes humanitare duke u rreshtuar në numër të konsiderueshëm për të dhuruar gjak, që është një akt i drejtë për drejtë në funksion të shpëtimit të jetëve. Në mesin e dhuruesve ishte edhe kryetari i komunës Valbon Limani, i cili është dhurues i rregullt. Në prononcimin e tij, Limani e cilësoi gjakdhurimin si një ndër aktet më fisnike që mund të ndërmarrë një individ, duke theksuar dimensionin e tij jetik në sistemin shëndetësor. Duke folur edhe në cilësinë e mjekut, ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që gëzojnë shëndet të mirë të kontribuojnë në mënyrë aktive në këto aksione, duke e parë dhurimin e gjakut si një përgjegjësi qytetare dhe humane. Edhe unë shfrytëzoj këtë rast që sot të dhuroj gjak për të 7-ën herë. Mendoj që është një akt shumë fisnik dhe human, ku mund të dalim në ndihmë të gjithë atyre të cilat kanë nevojë për gjak. Unë inkurajoj të gjithë të cilat kanë mundësi dhe plotësojnë kushtet për dhurim të gjakut ta bëjnë të njëjtën, sepse nuk e dim në cilin moment kujt mund t'i nevojitet gjaku. Thjesht edhe mote e cila thot dhuro gjak shpëtoj jetë, më së miri e përshkruan se sa i rëndësishëm është dhurimi i gjakut. Ndërkohë, Merita Alieli nga Kryqi i Kuq në Gostivar bëri të ditur se ky aksion shënon të 7-in me radhë për këtë vit, një tregues i qartë i kontinuitetit dhe seriozitetit në organizimin e këtyre nismave. Ajo e vlerësoi veçanërisht nga dëshmërinë e institucioneve të qytetit, të cilat sipas saj po dëshmojnë një nivel të lartë përgjegjësie sociale dhe bashkëpunimi. Është aksioni 7 me radhë për vitin 2026, ashtu siç shkon deri tash, është do të jetë aksioni i suksesshëm. Aksioni realizohet në bashkëpunim me transfuziologjinë Gostivar. Synojmë që deri fund vitit të kemi edhe një aksion tjetër këtu në komunën e Gostivarit, ashtu siç shpreh dëshirë edhe i pari i komunës, gjithmonë është edhe ai gjakdhurues vetë, gjithmonë është i gatshëm të kemi aksione të gjakdhurimit. Ky aksion dhe të tjerët si ky nënkuptojnë sigurimin e rezervave të nevojshme të gjakut për institucionet shëndetësore, por edhe një reflektim të një kulture në rritje të solidaritetit në shoqëri. Në një kohë kur nevoja për gjak mbetet konstante, shembuj të tillë shërbejnë si model për angazhim të qëndrueshëm qytetar dhe institucional.